Omeri radhiyallahu anhu kishte besuar atij emanetin e udhëheqësisë së ushtrive që ishin duke luftu në tokat e perandorisë bizantina, e që betejat kryesisht ishin betejat të mëdha. Në ato toka udhëheqës i ushtrive të muslimanëve që ishin rreth 40.000 ushtar, e që arritën edhe Bejtul Maqdis me shliru dhe me fut në udhëheqësinë e muslimanëve, udhëheqës dhe komandant kryesor i krejt këtyre trupave ka qenë Abu Ubaida ibn al-Jarrah dhe ka jetu në tokat e Shamit dhe nuk është kthy dhe ka dëshiruar që atje duke luftu edhe duke përhap fenë Allahut azza wa jalla edhe me ardhë vdekja. Dhe edhe ashtu ka ndodhur. Ka rënë një smundje e madhe, Taun Amawas në Sham, në vitin 17 Hijri, dhe Omeri radhiyallahu anhu ka ndëgjuar për këtë smundje, për këtë lloj të mortajës. Ama ka qenë shumë e fuqishme saqë qytetet, ose më them fshatrat dhe vendbanimet brenda jave kanë me të pabanuar, sepse krejt kanë vdekur. Kur ka ndëgjuar për këtë smundje, Omeri radhiyallahu anhu ka dërguar letër shumë të shpejtë Abu Ubaides. Dhe i ka thonë: "O Abu Ubaida, po më nevojitë shumë në Medinë. Urgjentisht, si të bjen letra jote në dorë, letra jam në dorën tonë, më njerë hajde." Nuk ka pas qëllim Omeri se po i nevojitet, po është tut mos po e nxen kjo smundje, mortaja dhe po vdes Abu Ubaidia. Kur e ka marrë letrën e Omerit, Abu Ubaidia dhe e ka lexuar, e ka kuptuar qëllimin e tij sepse e kanë qenë shok pe fëmijë. E ka kuptuar se po i dhimbset atij Abu Ubaidia dhe po dëshiron me një farforme, me një lloj të hiles, po them po, më thon eja shpejt e që ndoshta do Zoti dhe shpëton. Dhe ka kthy me letër Abu Ubaidia dhe i ka thon: "Ja Amirul Mu'minin, unë ty të njoh, sigurisht që ti më njeh mu. E di që qëllimi jot është me më nxjerr nga kjo tokë ku ka filluar kjo smundje ngjitse dhe me ardhmë në Medinë me shpresë që nashta shpëtoj nuk më bjen kjo smundje ngjitse. Ndërsa unë jam komandant i ushtrive, unë jam krye të ushtarëve. Nëse unë e kthehna, i kam të rrethuata. Nëse unë e kthehna të ngoj ty, ama e di qëllimin tënë se nuk e ki që ki nevojë për mu, po ki dëshirë me më shpëtu mu, unë e ata po i lo në një vend ku smundja dhe mortaja është duke u përhap. Ata leti godat e unë e me shpëtua. Ja Amirul Mu'minin, më bën halal kësaj here, se unë po dëshiroj që to me ushtarët e me qëndru. Ati që Allahu ja ka qu vdekjen përmes mortajës vdes, ati që i ka jep jetën, ndërsa nuk kthehem. Kur ja arrin letra e Abu Ubaides Omerit, e merr e lexon: "Thot inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Të Allahu timi tek ai kemi mu kthy. I than: "A ka vdek Abu Ubaidia?" Tha: "Sikur ka vdek." S'ka vdek, ma sikur ka vdek. Edhe ashtu ndodh, i bjen smundja mortajës Abu Ubaides dhe vdes Abu Ubaidia radhiyallahu anhu. Pas betejave të mëdha, pas sakrificave të mëdha, pas ditëve dhe netëve të vështira në këtë mision, ndron jetë Abu Ubaida ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu wa arda dhe varroset dikon në tokat e Shamit.